Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Dashnor Dumanin, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani. Ndërkohë, për të pandehurin tjetër, Armis Stafa, i dyshuar si pjesë e organizatës kriminale të vëllezërve Çopja, masa u lehtësua nga arrest me burg në arrest shtëpie. Asnjëri prej të akuzuarve nuk ka dhënë dëshmi në sallën e gjyqit. Ata u përfaqësuan nga avokatët Ferdinand Ndoja dhe Gurali Ibrahim Llari. Sipas informacioneve të paraqitura në seancë, si Dumani, ashtu dhe Stafa, nuk janë sjellë në Shqipëri përmes një procedure të rregullt ekstradimi. Të dy u deportuan nga Emiratet e Bashkuara dhe mbërritën në Shqipëri me 11 qershor përmes një fluturimi tranzit nga Turqia. Dashnor Dumani ishte shpallur në kërkim në kuadër të hetimeve për disa ngjarje të rënda kriminale. Në vitin 2024, ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg për një sër veprash penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vjedhje me armë dhe mbajtje pa leje armëve dhe municioneve, të kryer në bashkëpunim brenda një organizate kriminale. Ai dyshohet se ka qenë pjesë e grupit që kreu masakrën e Bradasheshit, ku humben jetë Endrit Alibej, xhaxha i tij Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Eral Durunaj. Përveç kësaj, Dumani ishte në hetim edhe për pjesën e grabitjes së bujshme në aeroportin e Rinasit në vitin 2019. Ai dyshohet se bashkë me shtetasin Altin Doci ka djegur një nga automjetet e përdorura në grabitjen e shumës së madhe të parave. Gjatë kësaj ngjarje, në përplasjen me policinë u vra Admir Murataj. Ngjarja shkaktoi përçarje të thellë brenda grupit kriminal, duke sjellë një val hakmarrjesh dhe vrasjesh të tjera. Dashnor Dumani, gjithashtu, ka një dënim të mëparshëm me 4 vite e 4 muaj për mbajtje pa leje, nga i cili mbeten për të vuajtur dhe 1 vit e 4 muaj. Në procesin gjyqësor, plumbi i artë, dëshmia bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej ka hedhur më shumë dritë mbi përfshirjen e Dumanit në masakrën e Bradasheshit. Alibej deklaron se kishte kryer hetime private dhe kishte zbuluar se vëllai i Nureddin Dumanit, dashnori, ishte mes atentatorëve. Megjithse Nureddin Dumani nuk e përmendi fare vëllain në rrëfimin e tij. Alibej pretendon se i kishte premtuar atij se do t'i falte gjakun e vëllait në emër të një bashkëpunimi për vrasjen e Talo Çelës. Ndërkohë, Armis Stafa, i sjell gjithashtu nga Dubai, konsiderohet si një hallkë e rëndësishme në skemen e pastrimit të parave të organizatës kriminale të vëllezërve Franc dhe Hajdar Çopja. Sipas dyshimeve, ai përdori të aktivitetin e tregtimit të makinave për të fshehur origjinën e parave të ardhura nga trafiku i drogës. Për të, GKK kishte vendosur në mungesë masën e sigurisë arrest me burg që vitin e kaluar.